Dhe a fillojmë sot me rikthimin e bujshëm të Eglit. Unë bërë shumë kot kjo, me thënë drejtën. Unë kam vetëm një pyetje për këtë si Bora, po dua një përgjigje shumë të sinqert. Po. Çfarë do bëj kjo vajzë ndryshe me rikthimin? Do dalin më keq se sa herën e parë. Të njëjtin mendim si timin, kaq ishte. Shiko. Ty ç'a dush. Shiko, Egli doli dhe kishte vetëm një javë që kishte dalë. E nëzorën shumë bukur në Prime, si kur arsyeja daljes e Eglit kishte qenë gripi, dhe e vënë si plan të dytë anën e mendjes, shëndetin e mendjes. Mirë po ne dinim që Egli doli sepse po kalonte psikologjikisht. Ishte shumë rënd. Dhe si mundet që për një javë dalje, se fiks një javë, apo jo, vetëm një Prime kishte kaluar. Një që ishte rënd, po si mundet që për një javë njeriu të ushërova unë tani do shkoj të vë dignitetin e vetes. Po ti prit. Ti sa dole, kur patë kohë, ty nuk të ka ndryshuar dot mendimet një herë. Nuk po rri dot pa gjestin ajo me shpirt. Dhe nuk do rri. Ja, do ndaj javën e parë nat, pastaj do dalin më keq se sa ishte. Ajo bloketi mi shumë e lumtur me të. Fjetën bashk? Po. Unë së bashk të shikoj. E pranoj direkt madje, shumë e lumtur. Se ftoi gjestin? Po. Patëm një debat të fortë. Ja, kaq ngeli Egli Tako dhe digniteti i saj. Tani unë mendoj se kjo bëri gjën më të gabuar që u rikthye. Shiko, kishte humbur edhe brenda natës së rikthimit, kishte humbur 10.000 ndjekës në Instagram. Po, edhe ata të tjerët e mbajnë kot për ka njerëz që i pëlqen, po heqi. Sinqerisht, unë mendoj se rikthimi i saj përbën jashtëzakonisht shumë dëm psikologjik dhe do prish imazhin e vet shumë herë më keq. U shpreh pak Egli edhe për familjarët që ishin rënduar dhe familjarët psikologjikisht. Normal. No, babi Egli do ketë nga shtëpia s'kthehet më. Më vjen gjuna. Po shiko, rikthimi i Eglit ka patur edhe shumë komente, shumë debate të forta nëpër rrjetet sociale të personazheve publikës, siç ishte edhe Juldeda, si dhe sa thirrje Gert Ferrës të thotë që të futen prap. Tani çfarë bë këtu? Bë ham pa porta. Futu dil, doli Egli pa një javë çfarë bë çasu, bë u kthye prap. Po çfarë kuptuar? Dolën Gjibani me Jozin, se shiko jam shumë dakord. Big Brother e ka bërë vit pas viti që, përveç se tek mishi, e ka bërë vit pas viti që rikthen me votat e publikut personazhet që kanë dalë. Por jo ata që kanë dalë me zarf të zi që janë përjashtuar. Sado me mund ta kemi pasur disi për zemër Gjibanin, hajde në herë edhe në një person Jozin, ata e përjashtuan me zarf të zi, sepse thyen rregullat apo jo. U rikthyen këta. U rikthye Egli. Po gjeni pse s'hyn prap? Po ati i takon me thënë të drejtë. Gjeni ti takon më shumë. I takon. Zonë na fal vlla. Kështu është bërë në rrjete sociale, kjo është shprehja. Disa të cilët kanë dalë për shkak të një ironie të fatit, si për shembull Xumi që ishte në një televotim kokë më kokë për shkak të kutisë së Pandorës, se nëse do të ishte 4 apo 5 veta në nominim, dihet që ndoshta ai nuk do dilte. Ose personazhe të tjerë, Klajdi për shembull, një personazh goxha i lezetshëm i cili mori një ndëshkim tek shpella, ishte me 3 konkurrentë të tjerë të fortë dhe ishte detyruar që të dilte. Kështu që riktheni këta më mirë që dolën për ironi. Ma edhe Gert Ferra më ka pëlqyer si personazhe të brenda, pse se kthejnë Gertin? Apo po çfarë ka? Çfarë pëlqen te Gerti ty me motor? Ishte shumë njëri familjar me kam tok do thoja. Se kush është me kompërpjellë aty? Shumica.